Po, mandej nëse kalojmë tek me moshën mbi 2 vjeçare, kur fëmijët fillojnë ecën, dalin një lajm edhe pa e hap dorën, tash po du me bë një krahasim, sepse kjo është edhe punë kockas, pastaj edhe individuale. Frakturat, predispozitat më të shpeshta i kanë me ndodhur tek fëmijët mbi moshën 2 vjeçare apo tek adoleshentët, puberteti, ku janë më domethënë, mbas moshës 2 vjeçare fëmia fillon me pas aktivitet shumë të madh. Mosha e adoleshencës është një moshë që domethënë njerëz fillojnë me qenë më aktiv dhe aty pritet shumë frakturë. Unë i kisha nda fraktura deri në 2 vjet, dhe prej 2 deri në moshën, prej 3 deri në moshën 10 vjeçare. Kjo është një periudhë ku fëmia mandej vazhdon më rrit dhe vazhdon me qenë shumë aktiv. Çdo aktivitet shtesë bën që fëmia me qenë më ekspozuar për me qenë afër rrezikut për me mujt me ndodhë edhe një frakturë. Mandej fillon periudha shkollës, ku fëmijët shkojnë në shkollë, dojnë me tregu veten dhe fillohet me sport dhe sporti është çaj që e bjen traumën. Unë jam gjithmonë ai që i preferoj fëmijët, mirë po unë duna m'ju thonë edhe prindve që nëse është një aktivitet tepër i shtuar, domethënë duhet me pas kujdes për mos me ndodhë një traumë, se trauma mundet me pru detja në frakturë.